Mirëmëngjesit të nderuar televizionistë të Drita Televizion, të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 22 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. – 22 janari është dita 22 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 343 ditë. Ngjarje. 1889. Columbia Phonograph u formua në Washington DC. 1927. U bë emetimi i parë i drejt për drejt në të gjithë botën i komentit të ndeshjes futbollistike Arsenal vs Sheffield United në Highbury, ndeshja përfundoi 1-1. 1980. Andrei Sakharov u arrestua në Moskë. 1983. Bjorn Borg u pensionua nga tenisi pas të fituarit të 5 titujve në kampionat. 1987. Politikani i Pensilvanis, R. Bud Dower, vrau veten gjatë konferencës. 1990. Robert Tapan Morris Jr. u akuzua për emetimin e krimit në internet në vitin 1988. 1992. Misioni SST-42, Dr. Roberta Bondar, u bë gruaja e parë kanadeze që ka udhëtuar në hapësirë. 1997. Madeleine Albright u bë gruaja e parë sekretare e Shteteve të Bashkuara. 1999. Misioni australian Graham Staines dhe 2 djemtë e tij u varrosën të gjallë nga hindut duke fjetur në veturën e tyre në Indinë Lindore. 2006. Evo Morales u zgjoll presidenti i Bolivisë. 2007. Hapet gjykimi i vrasësit serial kanadez Robert Picton në New Westminster, British Columbia, Kanada. Lindje. 1440. Lindi Ivani III, princi i madh i Moskës. 1561. Lindi Francis Bacon, filozof anglez. 1788. Lindi George Gordon Byron, shkrimtar anglez. 1891. Lindi Antonio Gramsci, filozof dhe teoricien italian. 1949. Lindi Phil Miller, kitarist anglez. 1949. Lindi Steve Perry, këngëtar amerikan. 1960. Lindi Michael Hutchinson, këngëtar australian. 1965. Lindi Steven Adler, baterist amerikan. Vdekje. 1901. Vdiq mbretëresha Victoria, mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuara Britanike dhe Irlandës. 1959. Vdiq Mike Hawthorne, garues me makina. 1973. Vdiq Lyndon B. Johnson, presidenti i SBA-ve. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e mbretëreshës më të njohur në Mbretërinë e Bashkuar, Victoria. Ju ftoj që ta ndiqni. Aleksandra Victoria, 24 maj 1819, 22 janar 1901, ishte mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës nga 20 qershor 1837 deri në vdekjen e saj, më 1 maj 1876. Ajo miratoi titullin shtesë së perandorisë së Indisë. Victoria ishte vajza e princit Eduard, djali i 4 i mbretit George III. 2 duka i Kentit dhe mbreti George III vdiq në 1820 dhe Victoria u rrit në mbikëqyrje të ngushtë nga nëna e saj gjermane, princesha Victoria e Sage Kobuk Salfield. Ajo trashëgoi fronin në moshën 18 vjeçare, pasi të 3 vëllezërit më të mëdhenj të babait të saj kishin vdekur të gjithë, duke mos lënë fëmijë të lishëm. Mbretëria e Bashkuar ishte tashmë një monarki kushtetuese e themeluar, në të cilën sovrani kishte relativisht fuqi të drejtpërdrejtë politike. Privatisht,
Victoria u përpoq të ndikonte në politikat qeveritare dhe emërimet ministrore. Publikisht, ajo u bë një ikon kombëtare e identifikuar me standarde strikte të moralit personal. Victoria u martua me kushërinë e saj të parë, princin Albert i Saxe-Coburg dhe Gotha në 1840. 9 fëmijët e tyre u martuan në familje mbretërore dhe fisnike anemban kontinentit. I bën ata së bashku dhe ajo fitoi epitetin Gjyshja e Evropës. Pas vdekjes së Albertit në 1861, Victoria u zhyt në vajtim të thellë dhe shmangi shfaqjet publike. Si rezultat i izolimit të saj, republikanizmi përkohësisht fitoi forcë, por në gjysmën e dytë të mbretërimit të saj, populariteti i saj u rikthye. Jubilejnë të saj të artë dhe diamante ishin kohët e festimit publik. Regjimi i saj 63 vjeçar dhe 7 muaj ishte më i gjatë se ai i pasardhësve të saj dhe njihet si epoka e viktimës. Ishte një periudhë e ndryshimeve industriale, kulturore, politike, shkencore dhe ushtarake brenda Mbretërisë së Bashkuar dhe u shënua nga një zgjerim i madh i perandorisë britanike. Ajo ishte monarku i fundit britanik i shtëpisë së Hanoverit. Djali dhe pasuesi i saj, Eduard VI, filluan shtëpinë e Saxe-Coburg dhe Gotha, rreshtin e babait të tij. Në vitin 1887, perandoria britanike festoi jubileun e artë të Victorias. Victoria shënoi 50 vjetorin e antarësimit të saj më 20 qershor me një banket ku u ftuan 50 mbretër dhe princa. Ditën tjetër, ajo mori pjesë në një procesion dhe në një shërbim falënderimi në Westminster Abbey. Në këtë kohë, Victoria përsëri ishte jashtëzakonisht popullore. 2 ditë më vonë, më 23 qershor, ajo angazhoi 2 musliman indian si kamarier, njëri prej të cilëve ishte Abdul Karim. Ajo promovua së shpejti në Munshi, mësoi urdinë e saj, të njohur si Hindustani, dhe vepronte si në punës. Familja dhe mbajtësit e saj ishin të tmerruar dhe akuzuan Abdul Karimin për spionimin e lidhjes patriotike muslimane dhe për anashkalimin e mbretëreshës kundër hinduzëve. Djali i Sir Henry zbuloi se Munshi kishte gënjur për prindërit e tij dhe raportoi tek zoti Elgin. Më 23 shtator 1896, Victoria e tekaloi gjyshin e saj George III si monarkun më të gjatë në historinë angleze, skoceze dhe britanike. Mbretëresha kërkoi që çdo festim i veçantë të shtyhej deri në 1897, që të përkonte me jubileun e saj të diamantit, i cili u bë një festival i perandorisë britanike me sugjerimin e sekretarit kolonial Joseph Chamberlain. Kryeministrat e të gjithë pushteteve vetëqeverisëse u ftuan në Londër për festimet. Regjistrimi i jubileut të mbretëreshës më 22 qershor 1897 pasoi një rrugë 6 mile gjatë Londrës dhe përfshiu trupa nga gjithë perandoria. Procesi u ndalua për një shërbim të hapur falënderimi që mbahen jashtë katedrales së Shën Palit, gjatë së cilës Victoria ul në karrocën e saj të hapur për të shmangur që ajo të ngjitej në hapa për të hyrë në ndërtesë. Festimi u shënua nga turma të mëdha të spektatorëve dhe shpërthime të mëdha dashurie për mbretëreshën 78 vjeçare. Tani ne do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të panxharit. Panxhari i kuq është një nga perimet më të mira shqiptare dhe kultivohet gjërësisht në tokat më pjellore të vendit. Vërtet është i vogël, por bën një punë shumë të madhe në trajtimin e problemeve të shëndetit. Ai ndihmon me tensionin e lartë të gjakut, anemin, tretjen, lëkurën dhe ndihmon në parandalimin e problemeve me veshkat dhe sëmundjeve të zemrës. Por prisni, nuk kemi mbaruar. Panxhari gjithashtu ju ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, parandalon formimin e perdeve të syrit dhe problemet e frymarrjes. Panxhari i kuq ka shumë vlera shëndetësore, duke qenë se është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës organik si karotenoidi, vitamina C, magnezi, hekuri, bakri dhe fosfori, duke qenë në të njëjtën kohë dhe një burim i shkëlqyer me antioksidues. Ata kanë shumë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol, por kanë dhe përmbajtjen më të lartë të sheqerit natyral nga të gjitha perimet.
Bën shumë mirë për zemrën. Fibrat që ndodhen tek panxari i kuq ndihmojnë për t'ulur nivelin e trigliceridave dhe kolesterolit, duke ngritur nivelin e kolesterolit të mirë. Trigliceridet në nivel të lartë rrisin shumë mundësinë për të pasur një atak kardiak, ndërkohë që konsumimi i panxarit e ul këtë nivel falë përbërësve të tij. Redukton defektet në lindje. Panxari është një produkt i shkëlqyer për gratë shtatzëna. Duke qenë se është një burim i mirë për vitamina B folat, ai ndihmon në zhvillimin e shtyllës kurrizore tek bebet. Mungesa e folatit sjell një sër defektesh tek të porsalindurit. Parandalon zhvillimin e qelizave tumorale. Studime kanë treguar se panxari është i mirë në parandalimin e qelizave të dëmshme të lëkurës, mushkërive dhe sistemit tretës, duke qenë se përmban pigmentin beta-cianin, i cili pengon zhvillimin e tyre. Parandalon problemet dhe perdet e syve. Plot me beta-karoten, panxari ndihmon në parandalimin e kataraktit ose perdjes së syrit, por edhe problemeve të tjera të dobësimit të shikimit që vinë si pasojë e moshës. Redukton presionin e gjakut. Sjasia e lartë e nitrateve reduktojnë presionin e gjakut, kështu që konsumimi i 2 gotave lëng panxar çdo ditë mund të reduktojë në mënyrë dramatike presionin e lartë të gjakut. Trajton inflamacionet. Panxari është i pasur me antioksidant, të cilat rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionet. Trajton kapsllëkun. Lëngu i panxarit trajton problemet e tretjes dhe përmirëson metabolizmin, kështu që efektet e tij në tretje të ushqimit mund t'ju ndihmojnë të kuroni dhe kapsllëkun. Trajton anemin. Panxari i kuq është i pasur me hekur, i cili ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut, rrjedhimisht parandalon anemin. Përmirëson lëkurën. Kjo perime është e jashtëzakonshme kundër plakjes, falë folateve me të cilat është i pasur. Folatet parandalojnë rrudha dhe problemet të tjera të lëkurës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje të shumta shiu. Ndërkohë në zonat më malore të vendit parashikohet të ketë rreshje dëbore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 13 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 5 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 6 deri 8 gradë Celsius, Kukës -2 deri 2 gradë Celsius, Peshkopi 2 deri 5 gradë Celsius, Tiranë 6 deri 10 gradë Celsius, Durrës 8 deri 11 gradë Celsius, Kavaj 8 deri 10 gradë Celsius, Elbasan 6 deri 10 gradë Celsius, Berat 4 deri 9 gradë Celsius, Korçë -5 deri 1 gradë Celsius, Vlorë 8 deri 12 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri 7 gradë Celsius, Sarand 5 deri 9 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm dhe me rreshje të shumta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale parashikohet të jenë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 0 deri 8 gradë Celsius, Podujev 0 deri 8 gradë Celsius, Skënderaj -2 deri 8 gradë Celsius,
Pej -1 deri 5 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri 9 gradë Celsius, Gjakov 0 deri 8 gradë Celsius, Malishev -1 deri 8 gradë Celsius, Gjilan 0 deri 9 gradë Celsius, Ferizaj 0 deri 9 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri 6 gradë Celsius, Prizren -2 deri 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion, ndërsa nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.